për ju, për ne, për të gjithë. Do të vijë në skenë artistja e madhe Remzia Osmani. Remzia Osmani, Remzia, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. A mujta u lodhe? Ka dal. Si ke kalu? Mirë. Ka dal, po vjen behari, Remzia. Ka dal, po vjen edhe pleqnia në im. Mas! Nuk po dorëzohemi, nuk do dorëzohemi. Në asë një mënyrë, unë prej se mbajmen, Remzia këndon, dhe duket veç bukur e më bukur. Faleminderit. Bile në një gjirim... Bile në një gjirim, para disa vjetës atë kujtot, kur të këmë marrë në telefon, oj, Remzije, a i ki sytë qashtu se të kanë dalë shumë bukur. Për fatë mirë, i kam sytë e kaltër, edhe shumë herë, kolegë televizionin, fakt, nuk jenë dalu sytë që i kam në gjyrë kaltër, edhe kur më kanë taku njerëzit gjallë, live, që shpethojmë këtë shprejhjen tash, ma moderne, ka thonë a ke vënu thjerza. Asë njëherë s'kanë besu që i kam sytë e kaltër. Mirë, Remzia, është bukur që ju kemi sonte në spektaklin Odeon. Është 7 mars, një mbrëmje që e thamun e shejt, një mbrëmje emblem, që sigurisht do ta festojmë e përkujtojmë për jetëve. Kur ke kënduar për herë të parë këngë patriotike? Po na thjesht unë kam fillu me këngë patriotike në atë kohë. A të kujtohet cila ka qenë? Po mas pari që kam fillu këngën e parë ka qenë kënga O ju kodra ju male, vendit timi kam këndu, që në ju rrita, lam të mirë, sot po ju them se sot agoj dita. Do më thonë një këngë gurbeti kështu, se mund të quaj. Se sigurisht përsëri brenda ka pas aty diçka patriotike. Kuptohet, gjithmonë. Pastaj kam këndu një këngë Lute nona bien, këngë patriotike shumë. Qaq heret janë ise? E po. Ish këngë dëgjume të ndjerës Nazmie Hoxhës, që kam pëlqy gjithmonë shumë, edhe kam pas dëshirë me e këndu, edhe si e vogël e kam këndu ndër këngët e para, këngën Lute nona bien. Nazmie Hoxha, një zot brillant, një emër i madh, një artiste e madhe. Edhe që vjen nga ana jonë. Le ta kujtojmë e le ta përshëndesim me shumë duar trokitit. A të kujtohet incizimi i parë, Remzije, për shembull? Më kujtohet, incizimi i parë ka qenë në shkollën tonë, kanë ardhur me ato, nuk po e di çu kanë qenë ato, çysh me gramafona, tip gramafoni, një mikrofon edhe krejt para çatina. Edhe me çiftelia, gjithë për një herë, edhe aty kom kënduar në këngën e parë me një shkollë të vjetër në Mushtesh që ka qenë përpara, sot është rënuar në botë reja gjitha, kanë ndryshuar gjithçka. E kam kënduar këngën e parë, edhe prej asaj kënge, unë më thonë lirisht se ka përcjell fati. Pse? Se e kanë dëgju Qamili vogël atë këngë, edhe më ka kërku në Mushtesh ka ardhë, dhe prej ati unë fillova. Pastaj me Qamilin keni shku, keni incizu në Shkup apo në Zagreb? Në Shkup. Në Shkup. Kur ke hynë studio, qështu ka dukt? Me që di që kanë thonë, këtë vend ku ke hyti, nuk ndëgjone edhe aeroplani mi kalu sipër, edhe më ka e man men ata, si e re. Sa vjeçara ke qenë? 12. Mirë, nuk kallëzojmë tash në cilin vit për mësë mi kallëzu këtë vit tjera. S'pi kallëzojmë. Edhe këtë kapinë. Këto vite tjera. Kemi qenë 12 vjeçare, po jemi duk shumë të mëdhaja, dhe njerëzit njohin që kam një moshë shumë të madhe, se kam këndu shumë herët. Edhe shpesher më vinë fansat, adhurues të mi, më thonë, po e moj men, unë jem rrit me këngët e tua, po ti pse s'po plakësh, nuk po ndryshon. Po edhe unë kam qenë e vogël në sa ti, kur edhe ti ke lujt. Dhe që ja kam nisë me kënu herët. Kështu ndodh me artistet tona, kryesisht të skenës tonë, e sidomos ajo, të thamë, jo generata juaj, po ai pellgu i këngëtarëve të Mushtishtit që vinë njëra pas tjetrës. Në emision bile këta humorista tanë kanë thonë që ka gjasje dhe Beethoveni e Mozarti prej aty, të kanë prej ardhin veç në dalë ma heret në Gjermani atjen. Mirë, Remzi, kur ke dëgju për herë të parë, jemi në një mbrëmje kur po përkujtojmë luftën e madhe e të shejtë Adem Jasharit, Jasharajve, të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kur ke dëgju për herë të parë për Adem Jasharin? Unë kam dëgju që është për mu ushtria lirimtare e Kosovës, kam dëgju për Adem Jasharin, mirë po
nuk ishim burimet sigurta, nuk mu isha më bind thjesht që është përmush ushtria qlimtare e Kosovës. A ke këndu ndonjë këngë për Adem Jasharin? Po, kam këndu. Me një herë atëherë, apo më në vite më vonë? E kam këndu pak më vonë, jo për një herë. Kush e ka bërë atë këngë Remzi? Atë këngë e ka bë Arsim Bunjaku. Mirë Remzi, me çfarë po merresh kohëve të fundit përveç me këngë, koncerte pa fund atje? Apo më mirë Halili, me çfarë po merret? Halili si gjithmonë me punën e vet, përkthyesi gjuhës gjermane, me agjensionin e vet, po në fakt tash edhe është në menaxhimin e një kompanie të re, prominent, e cila që ka shumë rëndësi për artistët, për ne artistët e këngëtarët. Sidomos për këngëtarë, për krijuesit, thjesht për tekstshkruesit, për kompozitorët. Në fakt, prominenti me një staf shumë përgatitur, me një staf me shkollë profesionale të kryer enkas, domethënë për këtë drejtim, si jashtë vendit, gjithashtu edhe në Kosovë, është duke bërë një punë shumë të mirë, është duke menaxhuar shumë këngëtar, thjesht ne kemi pa që po bëhet shumë padrejsi ndaj këngëve tona në YouTube, kështu që bashkëshorti im së bashku me disa... Do t'jetë kjo kompania që do të përkujdeset për të drejtën e autorit në të gjitha segmentet. Nuk lënë ta me folë, letë vinë ma mirë. Sofien e njo. Hajde. Po hajde ku lënë ti me folë seriosisht, ti tip... Pa që orë në fëllë ty, bë pët pëngaj. A burri ko meritat a kësh, ani që kemi gjes. Po meritat i ka i lumi Allah që ma ka dhonë zanin. Rim, që është këm? A je mirë? Ta më puna me gjukit fëstar mu quna bëkahre. Qëshie? Remzi qëshie? Ejni mirë? Ej bre, Remzi qëshie. Se i keru e lëpti me to Remzi qëshie. Te Remzi a i në gjati shka? Te Remzi qëshie? E je mirë? Glamur? Qa ke qa je dishka që vetën i si pelgis dishka ke... Pegël. Pegël, a qa ke qa? Pegël, hekur me hekurus. Se i ka dë fjallë që kohërë dë bën... A një mirë? O, mashallah, po. O, qa ju kësha thirë djelën i ploq me qitë. A jënë të edukimit të mdokët? Këta janë fakulteti edukimit abzhes studentët që shkelqenjë, rëzatojnë, interesant që vrejnë sa të edukimit që shrinë ërtë, edhe të në edukim? Krejtini të edukimit, apo? Shka, dhe me këtë nuk i e, ka e juridik, apo? Garant, najnë që a i këka elektro se si shafë sigerë. Nejse. Apo eshe, qëfar rini e të bukur kem, e rini të shëndosh të bukur. Jo, mashallah, jo që në është kështu, më jo dhrim kërkun heq. A, kështu me mësu e ty, bë një heq e rrim. Pa tje që të koj, që e vete që qikin mës najdin një të notës Facebook. Se njërin Facebook po din kur po hen, a kur po del harro, se din, nuk e din, se po lidhesh, po të full dikush, i dashërum ju. Ka det, mirësh, rrim që shjeti, a po lodhesh mu plokës, po plokësh. Posh, zotin. Po pse më plak, bre Sofi, pse më plak? Po pësa, po të halë buke, asi sa nësh ju, ty be. Në telefon këti përësit, interesant në stradë, ti, mihria, kush ka tjetër, shyhretja, shkutja, burri, nësa i mashkull. Nuk po dini mu plak. Se kim nërmendas, as më plak, pse më plak? Balaj bolë, gjuna dhe me dekjeri. Dhe qyshun e këm qef, adin kur des, bile atje mës me pas ka merë, më ju tho, më ju bo. Mos me pas ka hana ti. Po, bashkë ashtë. Na i kongë... Kujdes, se ma keshëm ka shku një herë e kjesh një përbime. O, zëtu me që të. Jetë lumë, që të pëtojnë të... Je me koni sinqer djali mirë në hamëm që ke mirë. A ki pore jos, ka me konë që ke mirë. Sta di kërkësh e i rem. Harroti ato, që ka mirë bollë. I e urë të sane tonë më në me thonë, duhet me konë dreqën që tjetë. Më dash me, hëgjolem? A di tash kur po dalë një qikën i djallë më papë. Po thëjnë, qika u pajtu me gjipin, a di pelqej, fër tash vishë edhe me djallin. Jekë të qika të Prishtinës ndrishe, djallin e ka po, veç edhe umet bunarin. Urimet të të morsi, po ta më ta pru një lule për lule i e vetë. Nashta kënja kongën me ta dhoni lule t'i e vetë. Me ta dhoni shkrepsi. Ka shu? E une, po shfridzoj rastin me avru
juve 8 marsin edhe gjitha nanave, urime 8 Gjitha marsin. nana, femna, grove, faleminderit që. Urime gjithë mësusave. Inshallah zoti javë që nej pore ma shumë që shtashimi kam javë rri 70% apë? 70-25. Po dhe se 25 javë rritin e rritin shishën e zejtinit e bon që aty vjen apet. Se politik. Rem, po që të zëtë, se zoti është i madhë, se ti, njëra që shkënën ti, mu e të rupi mërqethet, si dhe mos dimi se ftët. Qka mje Ramazone, qka mje ba pishman, qka mje Ramazone, qka mje ba pishman, veç ti nan s'kelan, veç ti nan s'kelan, nan e kena lan, e po vjerë kena gjith, Non i kena lon, e dreq kena gjithë. ja, kof larg. Me shtash sy, a shet 3D. Une nuk e di që sheti, Ha? që she, une nuk e di që shduhet me pa. Unë ishë rretën për sheshta, jo rema. Prezentoj Remzien, le ta këndoj një këngë. Vjen e madhja Remzia Smoni me një kongë që do ta dëgjoni në përshpjete juve qofë sallën kërë i dërkojeni. Remzia në skenë, qurim. Remzi Osmani, skena për ty.